shumë ekipe në Shkodër, por është Bileqiku që është shpallë kampioni grup moshës U15. Pse është kampion kjo skuadër? Çfarë kishte të veçantë? Po fillojmë prej larg. Kombëtarja ka 3-4 malësor aktualisht. Ka rrit dje në 6. Kjo tregon se kemi brëm. Kemi probleme me infrastrukturën, po shpresojmë të ardhen që ta jepet mundësia që të kemi edhe në një fushë mirë, që këta lojtarë të kenë mundësi me shfaq atë çka kanë. Ço doli kampion Bileqiku U15? Realisht ishte një brez i bukur. Ishte brez i mirë. Tas 3-4 vite që punojnë grup bashk, edhe normalisht kjo ishte frut i punës tonë. Edhe i atyre që ata kishin edhe dhënë në fushë. Do të vazhdoj puna me këto djem apo do të jetë vështirë ndoshta për të mbajtur? Kjo tash shumic i ke mosha U15 dhe shpresojmë që me mbështetjen e bashkisë kemi një mbështetje financiare për transportin që bëhet që neshët të zhvillohen në Tiranë. Edhe shpresojmë që të bëjmë U17, sepse ka edhe disa lojtarë nga viti i kaluar që ka kaluar mosha U15 dhe janë aktualisht pa ke vetëm thjesht bën këtë viti me ekipin e parë Bileqiku. Në aspektin personal, Leknaçu admiroj që arrin këtë sukses. Më thonë drejtën, kënaqësia është kur shef pas disa vite që disa lojtarë janë pjesë e ekipit parë të Bileqikut, disa lojtarë janë aktualisht 5-6 janë të ekipet e moshës Azis, të U19, U17, edhe plus edhe disa që kanë një premisë të madhe që të arrijnë edhe më lart. Si janë aktualisht të grupi U15. Faleminderit. Faleminderit edhe ju për